Mirë gjetur nga horoskopi nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e premte 9 janar 2026. Dashi. Jeni një nga shenjat më të forta të momentit, edhe nëse çështjet e punës kanë ngecur për një kohë të gjatë. Ftesat për tu pranuar. Demi. Çdo risi është e shtrenjtë, por duhet çuar përpara. Një kurs i ri studimi ose pune duhet të përditësohet. Në dashuri mos e detyro shumë dorën, rrezikon të grindesh. Binjaket. Mund të zgjidhni një çështje pune mjaft të komplikuar ose të përpiqeni të sqaroni një marrëdhënie që është tensionuar kohët e fundit. Vitaliteti përmirësohet dhe ardhja e parave nuk përjashtohet. Favoritet e udhëtimit. Gaforia. Do të ndiheni më mirë. Shumë ide të mira, projekte të mira që po fillojnë në këtë periudhë. Luani. I madh është hutimi që mbretëron në dashuri. Diçka nuk shkon sot. Virgjeresha. Mundohuni të bëni atë që është thelbësore, por dilni nga shtëpia, shihni njerëz. Më pak xhelozi në dashuri. Peshorja. Jeni të lodhur, ditë shumë të ngarkuara. Konfuzion në sektorin praktik, por do të merrni përgjigje pozitive së shpejti. Akrepi. Ditë e qetë, ka të ngjarë që po bëni gjëra që nuk ju pëlqejnë, mbani mend gjithmonë se ajo që ndodh tani do të jetë një trampolin për të ardhmen. Shigjetari. Është një ditë pozitive, dinamike. Janë të pak të lindurit e shenjës që duan të jetojnë bashkë, të martohen, dikush do të ketë një takim të veçantë. Briqapi. Kaloni një ditë të mbarë me miq të rinj të rëndësishëm. Në dashuri është e mundur të bësh veten të dëgjohet. Nëse doni të vazhdoni një projekt, këto janë ditët më të mira për t'u organizuar. Ujori. Ditë e ndërmjetme, forca juaj e matur. Histori të veçanta lindin me një njeri të një moshe të ndryshme. Peshqit. Një ditë për punë dhe çështje praktike. Marrëdhënie të mira me Virgjëreshën dhe Kancerin, emocionet që vinë. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Së shpejti.